Debati për projekt ligjin e Forcës së Sigurisë së Kosovës vazhdoi edhe gjatë kësaj jave, derisa ministra e FSK-s ja kthei projekt ligjin qeverisë, ishte presidenti Thaçi, ai që vazhdoi debatin me përfaqësuesit e mediave shqiptare e serbe. Mëngjesi së hënës filloi me plagosjen e avokatit Azem Vllasi, i cili sipas policisë është plagosur sapo ka dalë nga zyra e tij. Oda avokatëve të Kosovës shpreh brengën dhe shqetësimin tonë shumë të madh, sepse kjo është goditje në sistemin e drejtësisë të Kosovës dhe në mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njerëzit, që është synimi kryesor i krijimit të një shteti ligjor dhe shteti funksional. Prandaj neve duhet jemi shumë të fokusuar në këtë fushë dhe sigurisht që policia dhe organet të cilat merren me çështjen e drejtësisë do të japin vlerësimin e tyre rreth zhvillimit të kësaj ngjarje, e cila ka godit sigurisht edhe Odën e Avokatëve të Kosovës, sepse kjo nuk është shej i mirë, nuk është lajm i mirë dhe sigurisht edhe për sistemin e gazetarisë të Kosovës nuk është i mirë. Ndërkohë Kosova Press mësoi që bordi dhe menaxhmenti i korporatës energjetike të Kosovës kanë marrë pagën shtesë ose pagën e 13 për vitin 2016, por jo dhe të gjithë punonjësit në kej, që janë rreth 4800. Absolutikisht nuk është e drejtë, dhe kjo ka qenë edhe arsyeja që ka shfaq një revolt të punonësit. Ne këtë kemi thonë edhe në takimet bashkë me bordin e Kekut, me menaxhmentin e Kekut, me institucionet që menaxhojnë me Kekun. Ata arsyetohen në një mënyrë të kontratave që se kanë një rishqim të rezultateve performancës të punës, dhe në bazë të performancës e provët e tyne i vlerësojnë kush prej tyne mos problem me këtë lloj pagë shtesë, mirë po nuk është e drejtë. Kurse ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Haki Demolli thotë se ai dhe grupi parlamentar i LDK-s do ta përkrajnë projekt ligjin e FSK-s në momentin që ai do të jetë për votim në Kuvendin e Kosovës. Faktikisht ne këtë draft ligj e kemi marrë javën e kaluar dhe menjëherë ditën të cilën e kemi marrë, unë se bashku me menaxhmentin e lartë të Ministrisë së FSK-s kemi caktuar 2 grupe punuese. Njëri prej tyre do të mirret pikërisht me trajtimin, respektivisht me studimin e ligjit në mënyrë që të jap opinionin e vet lidhur me këtë draft ligj. Tash derisa jam duke dhënë këtë intervistë, mund t'ju them se grupi punues është duke punu dhe ne do të kemi nesër një prezantim të grupit punues para menaxhmentit të lartë të Ministrisë së FSK-s dhe planifikojmë që të njëjtin t'ja procedojmë qeverisë së Kosovës gjatë ditës së nesërme. Unë kam pas biseda, por nuk kam ndonjë vrejtje, ndonjë shqetësim në drejtim të tillë, mirë po çdo gjë mbetet tek iniciuesi, respektivisht tek sponsori i ligjit të tillë që është presidenti. Ndërsa gjykata themelore në Prishtinë të martin i ka caktuar 30 ditë para burgim Murat Jasharit e Avni Lumnisës si të dyshuar për atentatin ndaj avokatit Azem Vllasi. Sa i përket të mbrojtjes tim Murat Jasharit është caktuar para burgimi për 30 ditësh me motivacion të veprës penale objekti i kërkesës për saktimin e paraburgimit. Për këtë se akbare. Në këtë drejtim konsideroj se nuk ka bazë absolutisht sa përket kësaj vepre penale, sepse nuk ka pas kur qëllimi ta kryejë këtë vepre penale. Mbi të gjitha i mbrojtërim ka probleme shëndetësore dhe kam kërkuar që njëti të trajtohet në psikiatri, kështu që të shohim më të thjesht çfarë do thotë mendimi i ekspertit. Kjo është tani për tani çka mund të tregoj dhe natyrisht se do të kam ankesë ndaj këtij vendimi të gjyqtarit për zonës paraprake. Avokata i ka pranuar klienti juaj atë vepër që ka bërë që për ju ndishet fakt që dyshohet veprimin e ka pranuar, mirë po nga që qarkullon në media se ka listë të personave që do të jenë objekti i sulmit nuk qëndron, kjo aspekti as mron para hetuesve, as hetues nuk kanë pyet dhe nuk është potencuar ky fakt. Që nuk qëndrojnë ato. Presidenti tha që vazhdoi debatin për transformimin e FSK-s në ushtri. Tani do të jetë e diskutueshme se në cilën ditë do të themelohet ushtria e Kosovës. Mund të themi kemi një situatë gati për rafërt sikur pak para shpalljes së pavarësisë. A shpallet këtë vikend apo vikendin tjetër, këtë javë apo në javën tjetër. Prandaj natyrisht ne do jemi fleksibil për ditët e caktuara që kjo ngjarje e madhe historike për konsolidimin e shtetit Kosovës të ndodhë bashkërisht me Shtetet e Bashkuara dhe gjitha vendet e NATO-s. Dhe në këtë drejtim dëshiroj që secili t'ia hiqë atë shqetësim, sepse nuk do të ketë veprim të njanë shumë. Sikur që s'ka qenë
as ky deri me tani. Në anën tjetër, duhet jemi shumë të vetëdijshëm dhe të sinqertë edhe me opinionin publik, siç kemi diskutuar edhe me partnerët tanë ndërkombëtar. Proces më konsensual, Kosova nuk ka kalu që nga dita shpalljes së pavarësisë se sa ky për ushtrinë e Kosovës. Unë jam i bindur se gjithë spektri partnerët e koalicionit janë favor, pa asnjë dallim. Në anën tjetër, edhe opozita ka deklaruar mbështetjen unanime. Pra, jam i sigurt se sikur për pavarësinë e Kosovës 17 shkurt që kanë qenë 109 vota, edhe për ushtrinë e Kosovës do të jenë 109 vota, duke përfshirë edhe komunitetet jo serbe. E kam rujtur dhe kultivuar bashkëpunimin me Bashkinë Ndërkombëtare në veçantë me SHBA dhe NATO sikur sy të ballit dhe kam qenë prej atyre që më akuzuar më shumti edhe prej mediave dhe shoqërisë civile si shumë lojalist. Që them drejtën, ky përcaktimi im i lesis ka më ndryshu, përkundërzi ka më thellu. Kështu që le të flajnë dashat ata që po mendojnë mi gjetë atë hapësirën, se nuk do ta kenë. Te konfrontimi, ai konfrontim nuk do të ndodhë. Përkundërzi do të forcohet edhe më tepër. Jeni të bindur. Dhe ky proces ka filluar dhe do të përmbyllet bashkërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me NATO-n. Kurse e mërkura ishte ditë e vështirë për Ministrin e Punëve të Brendshme, Skënder Hyssenin. Rekomandimet e padresuara ndërlidhen me mbulimin e pozitave me ushtrues detyrës, si edhe me pagesë të punësuarve nga kategoria mallra shërbimit, domethënë që kjo është del një shkelje që është bën. Prokurimi si proces ishte realizuar në përputhje me rregullat e përcaktuara për prokurimin publik, me përjashtim të prokurimit për blerjen e pjesëve rezervë të autoritete për të cilat kishin përdorur procedurat e kutimit të çmimeve. Menaxhimi i pagave nuk është bërë në përputhje me licitacionin. Një numër i konsiderueshëm i pozitave menaxhohen përmes ushtruesve të detyrave, që kohën e fundit kjo nuk janë të parapane me legje se janë diku për 6 muaj. Pagesat e pagave nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve, fola për këtë. Sot kemi, unë pas nga të shkruar 4, ka ndryshuar, i kemi 3. Nga një numër që ka shkuar për të 6 vajt, ditën kër e kam marrë Ministrin e Punëve të Brendshme. Mbulimi i pozitave me ushtrues detyrë. Kjo situatë na përcjell edhe neve, njësoj si që përcjell edhe ministrit tjerë. Bile, tashti jo për të ratë gjaks, po gjendjat e ne është shumë ma e mirë se në pjesën dërmosit ministrit tjerë. Në këtë fushë. Po, qpeshe ndodhë, kjo ndodhë si pasojë mos aprovimit të pozitave nga Ministria e Financave. Në gjendje e zbatimit rekomandimeve të dhëna nga zyra e auditorit përgjithshëm, qëndron si vija, rekomandimet të adresuara dhe të zbatuara 12 nga gjithsejt 17, ndërka që 5 rekomandime janë në proces të zbatimit përkatësisht adresimit të plot. Edhe Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani mori kritika nga anëtarët e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrje të financave publike. Do të thotë është mirë që këto procedura më përshpejtu në mënyrë sepse nuk pret që shtohet dhe është mirë do të thotë kemi konë më përshpejtuar. To evidentime përmenda për shkak se është kënë ndërhyrja, ta zonë dikosh mund ta ketë dikon e qëtë për para, që me posë parasysh një par administrimit të dhona edhe mënyrën prej datës kur aplikon me u merë për shembull në mënyrë të rregullt të jo ta zonë unë kam apliku me datën 15, e ai tjetër me datën 20 dhe del para meje, për shembull. Është çështjet në të cilën do të më pas pak a shumë kujdes sepse është përgjithësi e ndihshme te pacientët. Shifet se shuma për vitin 2015 ka qenë diku 7.8 milion dhe për vitin 2014 7.9 milion. Domethënë janë diku 100.000 euro më pak se sa në vitin 2014-2015. Trajtimi jashtë institucioneve ju adresohet aty në pacientëve të cilët nuk marrin shërbime brenda institucioneve dhe kushtet tona në Kosovë nuk i lejojnë ato mundësi, prandaj dhe janë një kategori e personave që ndihmohen dhe duhet pas kujdes kur t'i trajtojmë. Mendoj se kjo shumë fillimisht kisha dashur që të zvogëlohet dhe të kemi mundësi
të krijojë mundësi për aparatura më të mira, më moderne dhe thjesht të shërbimet i marrin brenda institucioneve sepse një vlerë siç është afër rreth 8 milion euro të shkojnë për trajtim jashtë vendit, do të kishte qenë mirë që kjo të zvogëlohet dhe të shkohet në blerjen e aparaturave. Me njëherë ju kemi përvesh punën që ta përmirësojmë situatën të shfrytëzimin e këtij programi, që është subvencionimi i shërbimeve shëndetësore të cilat mund të ofrohen brenda institucioneve tona publike. Dhe kemi bën ndryshimin e atij udhëzimit të parë. E kemi bën plotësim ndryshimin e udhëzimit, fakt i cili në një periudhë të shkurtë tillë të analizimit nuk ka mujt me adresu të gjitha sfidat që janë paraqitur më vonë, edhe që janë kanë në trashëgimi edhe procesit më herët. Kemë kërku nga zyra e ministrit një auditim brendshëm të procesit dhe kemi evidentu pothuajse këto parregullsi që i ka evidentu edhe auditori, për cilat ne kemi marrë masa dhe vrejet që në vitin 2015 ka pas përmirësime në segmentet ku ka pas mundësi të përmirësohet aty për aty. Janë bën ndryshime të cilat sigurisht që do të rrisin transparencën e shfrytëzimit të këtyre mjeteve, sikur që janë bën ndryshime që me një farë mënyre do të lehtësojnë edhe format e aplikimit. Kemë vendosur çmimet referente si shtojtës e udhëzimit administrativ. Presidenti tha që sërish të njëjtën vazhdoi debatin për mandatin e FSK-s. Ai kësaj radhe vendosi të takojë përfaqësuesit e mediave dhe shoqërinë civile serbe në Çaklavic. Unë jam presidenti i Republikës së Kosovës. Partia ime është Kosova. Shërbej gjithë qytetarët e Kosovës. Pa dallim partijak, fetar, etnik. Natyrisht se e theksohet në fjalimet e mbyrës, Asociacioni Komuna Serbe duhet të themelohet në bazë të dokumentit e Brukselit të nënshkruar nga ne, në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, duke respektuar të drejtat e njeriut. Qeveria e Kosovës është zotëtuar që të fillojë ky proces sa më shpejt që është i mundur. Tani jemi në pritje të rikthimit të listës sërbëske në parlament dhe qeveri, që ata të marrin pjesë në këtë proces me idetë e tyre, shqipat e tyre, sugjerimet e tyre, diçka ati nuk do të diskutohet me Serbinë, por me përfaqësuesit e Kosovës domosdoshmërisht. Do të ketë edhe mbështetje dhe prezencë të autoriteteve të Bashkimit Evropian. Prandaj do jetë një proces gjithëpërfshirës, transparent, i përgjithshëm, kushtetues dhe ligjor. Pra sot, sepse nuk shkruaj pyetja pse nuk po themelohet asociacioni, përgjigjja është e qartë, nga bojkoti i përfaqësuesve serb të Kosovës. Përfaqësuesit politik të komunitetit serb të Kosovës nuk kanë qenë dhe nuk janë të gatshëm që të përkrajnë transformimin e FSK-s në ushtrit e Kosovës. Antarët e listës sërbëske e kanë bërë të qartë shumë herë se janë të penguar nga Beogradi që të përkrajnë transformimin e forcës civile të Kosovës në ushtrit e Kosovës. Prandaj, të nderuar të pranishëm, ju lejoni të sqaroj me tutje të veçantë. Është rëndësishme që të bëjmë dallimin e mes të komunitetit serb në Kosovë, të përfaqësuesve politikë të tyre dhe interesit të Serbisë në anën tjetër. Komuniteti serb në Kosovë është treguar konstruktiv, bashkëpunues dhe interesuar për të ndërtuar një darkë të përbashkët në Kosovë në paqe dhe prosperitet. Kosova është shtëpia e juaj. Është shtëpia jone e përbashkët, është atë ynë që po ndërtojnë të gjithë së bashku. Serbia e rreth avon do të ballafaqohet me padinë e shtetit Kosovës për gjenocidin e tyre në Kosovë. Por e theksuar me atë që çështja do flasim pak në një kohë më të vonshme, do të thotë pak më vonë. Por ligji është e vërtetë.
Shteti i Serbisë do të ballafaqohet me partinë e gjenocidit që Serbia, që shteti i Serbisë ka kryer në Kosovë. Kurse ish kryeadministratori i mikut në Kosovë, Joakim Ruket, të premten tha se Kosova është duke ecur në rrugë të duhur drejt Bashkimit Evropian. Well, as far as I can see, things are still going in the right direction. I'm very happy to have seen now at this visit some improvements in the infrastructure, including in roads. I think in other fields we still need to see more improvements, including in the energy sector. But I'm very positive that Kosovo is moving in the right direction and will eventually also be a member of the European Union. Well, I know that there is conditions to be met, requirements to be met in order for the visa liberalization to start, so to speak, technical requirements. And I would advise Kosovo to go ahead with this and meet the requirements, and then I'm sure that things can be done.